Mirë se erdhët zonja dhe zotrinj në këta hapësirë MCN e ekonomit, ditën e sotme do të flasim për sezonin turistik. Ka nisur është në mes të tij sezoni turistik, ka debate nëse ka sasinë e duhur të turistëve apo nuk ka sasinë e duhur të turistëve. Kemi formën e re të menaxhimit të plazheve publik-privat, por gjithashtu edhe një protestë në kryeqytet. Eksponentë afër maxhorancës janë duke thënë se protesta po ul numrin e turistëve. Por ka të tjerë cilët thonë që protesta po e rrit numrin e turistëve, pasi jemi lajmi kryesor ndërkombëtar në për shumë media të ndryshme. Çfarë është duke ndodhur realisht në këtë sezon? Dy tur operatorët janë me mua, është zoti Aneo Hila në studio, kënaqësi që ju kam studio. Faleminderit për ftesën. Kemi gjithashtu operatorin turistik nga Durrësi, zotin Blerim Noria. Zoti Noria, ju përshëndes. Gjithashtu edhe zotin Luan Dervishaj. Zoti Luan Dervishaj, ju përshëndes. Shëndetje, faleminderit. Zoti Hila, po e nisim së bashku. Si është deri më tani ky sezon? Po ta marrim që nga fillimi i vitit, janari filloi me një ngritje margjinale, që do thotë një ngritje e ulët. Në mars patëm një rënje në fakt, në krahasim me një vit më parë. Më pas u rikuperuam prilli maj, patëm një rritje goxha të lartë ku e solli përqindjen e shpërndar diku ke 8 deri 8.5% në krahasim me një vit më parë, që tregon që është një rritje shëndetshme. Tani kemi qershorin, nuk i kemi parë akoma të dhënat e Instatit për të qenë objektiv me shifrat eksakte, por unë të them trendet, dhe si që shikojnë në biseda edhe me kolegët që kemi në terren, por edhe në si tur operator, ne shikojmë që nuk është se ka një rënje, bile ka ngritje nga që shikojmë si volume. E thënë këtë, është edhe tipologjia njerëzve ku janë rritjet. Rritjet janë me moshat janë relativisht të reja, moshat 20 deri në 35 vjeç, ne shikojmë flukse më të larta. Mendojmë se kjo ka një nxitje edhe nga vetë protestat në anën pozitive të saj, domethënë jo për t'i frenuar njerëzit që të vinë, por që të shtoj prurjet e kësaj kategorie njerëzish, sepse shikojmë tani të dalim të si dhe pse, logjika thot që duke qenë se protesta është nga një gjenerate e re rinore, përputhet në vlera me parime, sepse është një protest që, si që shikojmë ne, parimore, paqësore, dhe përputhet me vlerat evropiane dhe kjo i tërheq të kategori grup moshe. Po thoni që protesta ka tërhequr turistë një grup moshe 20-35. 20-35. A vihet re kjo në Durrës, zoti Noria? Në qoftë se do të shinim një grup mosh, ka shtim të kësaj grup moshe në Bregdet? Do të bëj një analizë shumë saktë. Atëherë, siç e shpreu dhe zotëria në fillim, që sezoni filloi shumë mirë, pra pjesën e marsit, prillit dhe majit, hotelet ishin me rritje, dhe unë mendova që ky sezon ishte shumë më mirë se sa viti kaluar, pra u pretendonte që deri në fund të sezonit do të ishte gati 15-20% më shumë turistë se sa viti më parë. Po çfarë ka ndodhur? Atëherë, paktën për hotelet e Durrësit, duke qenë se unë kam komunikim me gjithë kolegët e mi në Durrës dhe jam dhe kryetar i hoteleve të Durrësit në Unionin Turistik Shqiptar, pra kemi komunikim të vazhdueshëm. Atëherë ka ndodhur që hotelet e Durrësit bëjnë një planifikim. Përgjithsisht, jo të gjithë, po shumica, 80% e dhomave japin me kontrata, me dhënë të allotën, dhe 20% të dhomave mbajnë për ka shitur last minute me një listë se kanë shumë të lartë. Atëherë, tim drejtën që 20% i dhomave që është rezervuar për last minute ka pasur mungesa. Pra, mund të themi që në muajin korrik, që ne jemi tani, në hotelet e Durrësit ka dhoma bosh, që normalisht nuk do të kishte. Atëherë, po themi normalisht disa hotele më pak, disa më shumë, por normalisht në këtë periudhë nuk do të kishte asnjë dhomë bosh, gjithë hotelet do të ishin fully booked. Pra mungon turistët last minute, mungon po themi ato turistë që planifikojnë vinë pushime po themi sot për nesër, dhe janë ato turistë për shembull që janë shumica janë turistët nga Kosova, janë edhe turistë huaj, por janë edhe turistë diasporës që në atë fillim korriku po mungojnë. Ka interes nga fundi korrikut e mbrapa dhe besoj që kjo do të stabilizohet, por vetëre për shembull dhe në rrugën e plazhit Durrësit, pra nuk ka filluar trafiku i zakonshëm i sezonit, dhe në territorin e plazhit, pra vetëre që është një dyndje e madhe turistësh. Pra paktën në qytetin e Durrësit ka një mungesë turistësh dhe nuk janë turistët të huaj, pra përveç turistëve gjermanë të cilët kanë frenuar rezervimin nga momenti i fillimit të protestës, pra nga pjesa e turistëve të huaj dhe turistët gjermanë kanë shprehur frikë për protestë,
Ndërsa pjesa tjetër e turistëve nuk kanë pasur problem, polak, çek, anglez, francez, me thënë nuk kanë ndikuar pjesa protesta. Ndërsa gjermanët ndoshta ose janë më ndjeshëm ose në Gjermani transmetohet në një mënyrë ndoshta më ndryshe, me thënë protesta atje transmetohet në një po themi e bëjnë më shumë të suksesshëm ndoshta. Edhe kjo mund të jetë edhe frenim në rezervimin. Pra nga tur operatorët e huaj vetëm nga turistët gjerman kemi frenim të turistëve për shkak të protestave. Ndërsa pjesa tjetër janë turistët last minute që po mungojnë dushit paktën punë qershore dhe fillim korriku. Shpresojmë se kjo do ndryshojë me kalimin e po themi ditëve, sepse kanë kërkesa kosovare nga data 17 korrik e mbrapa. Kështu që kjo është situata pak a shumë në durrës momentalisht. E qartë, zotin Dervishaj, po ju jeni dakord që protesta nuk ka ndikuar, madje ka një shtim të një fashe të turistëve në vend? Para, kur flasim gjithmonë për flukset edhe për tendencat, duhet kemi parasysh se informacioni ose të gjithë analizat janë pa plota, sepse nuk kemi vërejtimet të mirë filta dhe në përgjithësi edhe raportimet e instatit, sidomos nga pjesa shfrytëzimit të hoteleve, në përgjithësi domthon kanë treguar që nuk kanë lidhje shumë me realitetin, ndoshta metodologjia, mostra e vërejtimit dhe shumë të tjera nuk e japin domthon të dhënë të tillë dhe po kështu domthon informacionet që vinë nga bizneset vinë bazë të nëse na quajmë grupime ose perceptimeve të bizneseve në zonat caktume, në një mallësi të caktume, por shumë e vështirë për të dhënë përgjigje konkluduese. Atëherë të shohim pak domthon krahasimin e paktën të dhënave të fluksit të hyjërive në kufi dhe tendencat edhe në vitet e tjera. Duhet kemi parasysh një fakt që 3 muajt e verës gjatë 5 viteve të fundit kanë pas një trend rritje më të ulët se sa pjesa tjetër e vitit. Pra pranvera në 5 vitet e fundit ka pas trendin e rritjes më të lartë, e ndjekur nga pjesa tjetër e vitit dhe vera ka pas trendin e rritjes më të ulët. 2 vitet e fundit ne kemi pas një rritje më të ulët në raport ose shumë të moderuar ose rritje shumë e vogël mund të quhet në total në raport me vitet e tjera. Dhe përjashtimi i kësaj se çfarë ka ndodhur gjatë periudhës së fundit, domethënë gjatë një vitit fundit janë ato 2 muaj që edhe kolegë nga biznesi domethënë referuan që muaji maj dhe muaji prill kanë pas një rritje të këndshme nëse do marrim parasysh pjesën tjetër. Domethënë të periudhës më përparshme. Por qershori ka qenë për mua një farë testit nëse mund të kishim ndonjë ndryshim nga tendenca e viteve të fundit ose jo. Dhe të paktën nga këto analiza që unë gjithnjë duhet ta theksoj që të gjithë ato çfarë ne diskutojmë i kemi domethënë me perceptime, me informacione absolutisht jo të plota. Si mund mos bëjmë një analizë jo sekuenciale atëherë, si ta gjejmë informacionin të plot atëherë? Se dakord e thatë edhe një herë që nuk kemi analizë të plot. Si bëhet e plot analiza? Domethënë pra analiza bëhet me vërejtime. Vërejtimet janë të 2 kategorive, nëse bëhen nga institucione siç është Instati, domethënë nga institucione zyrtare apo nga institucione të tjera që duhet të marrin një prerje të plotë qoftë nga zonat gjeografike, qoftë edhe nga segmentet e trejtë. Okej, cili vit ka një analizë të plot, cili prej viteve në turizëm ka një analizë të plot të kësaj që ju e quani, 2010-a, 2015-a, 20-a, 25-a? Analizat e detyrueshme në bazë të vërejtimit i prodhonin statin në 2 kategori, domethënë hyrjet në kufi, të cilat duhet pastrohen nga tranziti nga këta tjerat, dhe ndaj edhe nuk arrim me mënyrën e përpunuar të dhënave të hyjërive nuk dalin të plota dhe pjesa e frekuentimit të hoteleve, e cila normalisht domthon mostra përfaqësuese që pse kemi hotelet dhe kemi pjesën e apartamenteve që kalon domthon në total kalon domthon kapacitetin akomodues më shumë në apartamente, që pjesa është më informale në raport me pjesën tjetër të akomodimit dhe
në varësi të mostrës që instati merr për të pyet në vazhdimsi bizneset, unë besoj se raportimet çfarë kam ndjekur nuk arrin me pasqyru realitetin. Cili institut atëherë jep një pasqyrë të qartë, nëse instati nuk e jep? Nuk mund ta gjeni në Shqipëri për momentin, dhe kjo është një ndër problemet që ne kur diskutojmë për turizmin na flasim me gishta, nëse do ta përkufizojmë tani pjesën më popullore që situata e turizmit, një ekonomi prioritare dhe komplekse. Çështja është se ne flasim më tepër për perceptime dhe kuptohet gjendemi para kësaj vështirësie kur duhet t'japim vlerësime të cilat faktikisht nuk janë të bazuar me shifra reale. Por është pak indirekte analiza siç unë e përmenda, lidhe me trendet. E vërteta është që gjatë muajit qershor, nga burime të ndryshme apo edhe nga verifikime, nuk është se ka një ndryshim cilësor nga trendi i viteve të më përparshme dhe nuk duhet harrojmë edhe një faktor tjetër në analizë që në total në Shqipëri fluksi turistik për sa i përket periudhës së verës është panshqiptar në dominancë. Shqiptar, Kosovë, emigracion e me radhë. Pra ne nuk kemi arritur që të tërheqim atë pjesë të turistëve të huaj në vlera të tilla që të bëhen faktor me përjashtim të zonave caktuara. Pra në Durrës kemi ato që kolegët përmendin, kemi ato kategori hotelesh që mund të kenë lidhje me tur operator dhe kanë kapacitetet për të me chartera, për grupe turistike, por në total nëse do flasim me të gjithë kapacitetin turistik të Bregdetit, kjo është situata. Pra nëse ne do shkojmë në shumë prej destinacioneve, gjatë fundjavës do shohim që ka një fluks më të madh në plazh sepse e bëjnë turistat vendas, të cilat faktikisht nuk futen në statistika, dhe po kështu ato turistë janë shqiptarë që jetojnë jashtë dhe vinë për pushime, edhe ato na dalin jashtë statistikave, konsiderohen si shqiptarë që kanë dalë jashtë, po faktikisht edhe ato janë turista. Pra nëse do bëjmë një panoramë të përgjithshme, tregu vendas mizotron. Pra kur vjen puna për të pyetur edhe këto influencat në tregun e Bregdetit, pavarësisht nga situatat dhe nollit, këto nuk ndikojnë tek ajo që Bregdeti ka një siç duket treg të maturuar, kryesisht apo të saturuar nëse mund ta quajmë, kryesisht me predominancë të panshqiptar dhe pjesa e turistëve të huaj akoma nuk kanë ardhur me atë fluks dhe të kësaj tipologjie nëse do krahasojmë me se çfarë përmendën kolegët, rinia apo pjesa tjetër që është për një mikse midis kulturës, Bregdetit edhe natyrës, por nuk janë stacionar. E qartë. Do shtoja këtu se për të bërë një matje më të saktë, me kushtet pa patur një institucion që i mat në mënyrë eksakte, ne mund të përdorim, duhet të rritur formalizimi, se kjo është gjë e parë, formalizimi i tregut është një mënyrë e mirë matse e netve të akomodimit apo faturave të restoranteve e tjera me radhë. Më thënë, duhet të shtyrë më shumë për formalizim. Kjo është e para, dhe si që përmendit e zoti Dervishaj, duhet hequr kjo pjesa, të pastrohet pjesa e këtyre që vinë tranzit në Shqipëri, apo për një vizitë ditore që vinë nga Malizi, apo qoftë edhe nga Greqia, se ka edhe nga Greqia vinë me ture ditore në Gjirokastër apo në Korçë, kështu që duhen pastruar të gjithë këta që të shikojmë se sa është mbetja neto e turistëve real. Po duhet një kombinim, domethënë duhet ngritur formalizimi edhe duhet pastruar pjesa e çfarë janë shqiptarë që vinë në Shqipëri, veçanërisht shqiptarët që jetojnë jashtë, cilët janë që vinë për të vizituar familje dhe cilët janë për të pushuar në për hotele. Dhe kjo matet, s'ka se si të matet ndryshe përveç se me anë të formalizimit. Kështu që në këto dy element ka shumë hapësirë për përmirësim. Ndalim pak tek formula publik-privat që u aplikua si vjetë përsa i përket plazheve. Çfarë formule aplikuam? Si u aplikua dhe çfarë po ndodh në terren? Po, janë këto çmime tavan që janë vendosur në plazhet publike. Ne në këto momente jemi shumë herët që të kemi një feedback, një rezultat objektiv se si po menaxhohet, sepse ka pas edhe vonesa në dhënien e licencave deri në fund të qershorit, ka pas raste që ka sjellë edhe konfuzion mes operatorëve, ku janë limitet, ku janë kufijt, ku duhen vendosur çadra private dhe ku nuk duhen vendosur. Kështu që unë nuk do flas në bazë të një konkluzioni të çfarë ka ndodhur, por të çfarë duhet të ndodhë, sepse kemi akoma sezon përpara. Kjo është më e saktë në këto momente. Më vonë mund të flasim për rezultatet.
Ajo që presin, veçanërisht turistët evropiano-perëndimor, ata janë shumë të ndjeshëm për hapësirat publike. Edhe që ata të orientohet, ata ka nevojë për harta, se ata nuk e njohin ku janë zonat, sepse mund të jenë parcela veçanërisht në zona me popullsi të dëndur, siç është Durrës Golem, marrim si referencë, ku ka shumë hotele dhe ka shumë parcela me shezllone. Ata nuk janë në gjendje të dallojnë cila është zona private dhe cila është zona publike. Dhe këtu duhen harta, duhen krijuar harta udhëzuese që ata t'i gjejnë kollaj. Një. E dyta, duhet me patjetër të fokusohemi te shërbimet, nëse operatorët privat marrin të drejtën e shezlloneve, këto duhet të kenë minimumi nga mbrapa shërbimet e tualeteve dhe dhomave të ndrimit të rrobave. Domethënë duhet të vijmë me shërbime të plota. E njëjta gjë edhe hapësira publike, sepse kur vinë, flasim gjithmonë për turistët evropiano-perëndimor dhe psikologjia që ata kanë, sepse nuk është çështja si operojmë ne në Shqipëri, është çfarë pritshmërish ka një turist evropian kur vjen në Shqipëri, cilat janë standardet. Edhe në pjesën e plazheve publike duhet të jenë tualetet edhe dhomat e zhveshjes. Këto janë kritere taksative. Në momentin që këto mungojnë, ne nuk do të kemi mundësi që të ofrojmë në cilësinë. Sa zbatohen? Unë nuk i kam parë, në fakt, janë shumë pak këto subjektet private, tipikisht janë të shoqëruara me hotele nga mbrapa, i kam parë që të kenë, por nuk është se kam bërë re që të jetë normë kjo pjesë. Pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme, rojet bregdetare. Në të gjitha zonat në plazhet publike duhet të ketë roje bregdetare për atë parcelë të dedikuar. Nuk mund të jetë një roje në 500 metra apo në 700 metra, apo ta vendosësh në 1 kilometër që të mbuloj 500 metra në secilën anë, derisa të mbri në momentin kritik nuk ka kohë që të shpëtojë askënd. Këto duhet të jenë standarde. Pastërtia e detit. Ne sot, nëse ka ndryshuar situata, dikush mund në korrektor. Për shembull, kemi pasur këto humbjet e jetës fatkeqësisht në Lezhë që kanë qenë së fundmi. Çdo vit thuhet që do t'i përmirësojmë, kemi ndërtuar ambientet për rojet, po vijnë kaq roje, kemi trajnuar kaq roje, por çdo vit kemi tragjedi njëra pas tjetrës që me të vërtet prekin gjithë opinionin publik. Pse nuk zgjidhet kjo çështja e rojeve bregdetare? Çiko, është një pyetje me shumë vend, sepse është një problem që unë e kam shtruar që në pranverë. Sepse është shtruar pyetja se si presim që do të menaxhohen plazhet këtë vit, edhe unë kam parë që është vendosur një formë fushate si çdo vit nga qeveria vendore apo qendrore, qoftë me policinë, qoftë me pastrimin, me të gjitha facilitetet që ofrohet, por në formë fushate, siç është bërë çdo vit, dhe çdo vit ka dështuar në nivel të lartë, jo plotësisht, por ka dështuar pastërtia, ka dështuar siguria e plazheve, pastërtia e bregdetit dhe të gjitha me radhë. Kështu që unë kur shikoj përsëritje të njëjtave masa, nuk kam arsye të mendoj që këtë vit do jetë ndryshe nga viti i kaluar. Unë uroj të jem gabim, por parashikimi objektiv është shumë i thjeshtë. Nëse ti në pranverë dhe në fillim të verës bën të njëjtat gjëra si qeveri, siç e ke bërë një vit më parë, çfarë arsye ka mund të pres këtë vit për mirësim të shërbimeve? Domethënë nuk ka logjikë objektive në këtë mes që të pres ndryshim. Uroj me gjithë zemër të jem gabim, sepse unë dua që ne të kemi shërbimet e mira. Ta shohim çfarë po ndodh në terren. Zoti Noria, çfarë po ndodh realisht me këtë ndarjen private publik? Edhe me çështjen e rojeve të plazhit, pasi është me të vërtet shumë e rëndësishme. Atëherë mund të themi që këtë vit është dhënë më shumë prioritet të plazheve publike, por duke qenë se Durrësi ka një vit bregdetare shumë të madhe dhe ka mundësi që dhe subjektet dhe hotelet të kenë plazhin e tyre, por të kenë dhe hapësira publike të lira për turistë që duan të frekuentojnë këto hapësira publike. Problemi është që Durrësi nuk e ka pasur ndonjëherë problem pjesën e plazheve, pasi Durrësi dhe plazhet që kanë qenë menaxhuar kanë qenë me çmime shumë ekonomike. Pra, turistët në Durrës kanë mundësi të zgjedhin tipologjinë e plazheve që duan, ata që duan të pagojnë pak, ata që duan plazhin e lirë dhe ata që duan një plazh pak më të mirë. Çmimet këtu fillojnë nga 800 lekë çadra me shazone më e lira deri në 1500 lekë reja po flas gjithmonë për një çadër me 2 shazone që mund të jetë më shprehta. Këto janë çmime, po themi që çdo person e gjen veten, plus që të dy kanë shtuar dhe shumë hapësira publike për ata që nuk duan të pagojnë për pjesën e plazhit, pra duan të bëjnë plazhe. Për sa i përket pjesës së rojeve bregdetare, atë çdo subjekt privat që ka për detyrë detyrim ligjor të ketë rojen bregdetare prezent gjatë gjithë kohës në pjesën e plazhit. Por shpeshherë nuk kjo përfatkeq nuk ka mjaftuar, sepse ndonjëherë ka ndodhur ndërgjegjësimi
edhe i njerëzve për arsye sepse shpeshherë fuqia e detit është fuqi madhore, ka raste që për arsye të ndryshme dikujt për shembull mund të pushojë zemra, por nuk besoj që gjithë incidentet kanë ndodhur për faqe se roja vegetare nuk ka qenë aty, por ka pasur dhe arsye të ndryshme. Normalisht duhet shtohet intensiteti i rojeve, sidomos edhe në plazhet ku janë plazhe publike. Pra duhet të jetë në rojet duhet të jenë shpërndarë në një rregull më të afërt me njëra tjetrën që sadopak të ndihmojmë në raste rreziku të shkojmë sa më shumë jetë njerëzish. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe normalisht duhet të jenë edhe përgjegjësia duhet të jetë më e lartë. Duhet të jetë dhe sinjalistika e flamujve, kur lejohen dhe kur nuk lejohen njerëzit të hyjnë në det, sepse fatkeqësisht njerëzit që kanë humbur jetën kanë qenë në ditë që ka pas dallg deti. Paktën nga videot që kemi parë nëse jam pa. Atëherë, ka diçka, ka që është dhe sensibilizimi i njerëzve, pasi nëse vendoset një flamur i kuq dhe nuk e din çfarë është flamur i kuq, atëherë kjo është diçka që dikush duhet kjo është që duhet intensiteti i rojit duhet të jetë i shpërndar në mënyrë duhet të jetë më shumë vegetare, që edhe në mënyrë verbale mund të shpjegohet një kur ka për shembull ditë qia që nuk lejohet futesh në det, duhet që edhe si komunikohet gojarisht që nuk lejohet futesh në det. Po jo për shembull që t'ia lësh zgjedhjen e lirë të klientit. E kuptoj zot Dervishaj. Po, deri tani si u duket aplikimi i kësaj formule publik-privat në Bregdet? Në vazhdimisht kam trajtuar çështjen që domthon në menaxhimin e plazheve ne akoma nuk po arrim të përdorim praktikat e vendeve të tjera për ta konsideruar plazhin si një njësi e integruar shërbimi për turistët dhe akoma ne vazhdojmë domthon kemi në rroll, por kemi 3-4 institucione që janë të përfshirë dhe akoma nuk e kanë nxjerrë atë që ose më quajmë formulën e menaxhimit të plazheve, pra kemi Ministeri i Turizmit, kemi Agjenci Kombëtare Bregdetit dhe bashkitë. Dhe besoj se përgjithësitë nga i herë mesin pa qarta, por edhe nuk trajtohet në formë të bashkëpunueshme komplet nxjerrja e standardeve për menaxhimin e plazheve. Pra menaxhimi në rroll parë domthon plazhet janë në shërbim të turistëve dhe kur flasim të turistëve qoftë edhe të turistëve dhe komunitetit vendës. Normalisht plazhi duhet të ketë domthon menaxhimi i plazheve, domthon të kemi një model, një standard që fillon në rroll parë domthon nga nevojat që kanë klientët, kanë turistët dhe pastaj ndërtimi i infrastrukturës dhe përgjegjësitë pastaj domthon në realizimin e shërbimeve dhe kjo duhet të ketë një plan të integruar. Besoj se kemi diskutuar tek rasti i futjes së bashkisë në ofrimin e këtyre shërbimeve që quhet publike. Në rroll parë duhet kuptojmë që bashkia ka një përgjegjësi totale, pavarësisht se është biznes dhe nuk është biznes në ndërtimin e infrastrukturës dhe menaxhimin e plazhit. Nëse do shohim fragmentimin e bashkive deri tani, domethënë që ndërmarrja e pastrimit bën politikën e menaxhimit të plazheve apo ndërmarrja taksave që merret me, domethënë pra ne akoma nuk e bashkitë dhe në përgjithësi nuk e kemi kuptuar akoma domethënë se si duhet funksionojnë. Në rroll parë domethënë bashkitë duhet të merren me shërbimet e turistave, duhet të kenë drejtoritë e turizmit dhe prej këtu fillon puna për të planifikuar shërbimet. Dalim te kjo historia e ndamjes së pjesë publike midis domethënë disa shërbimeve që ofron bashkia me çmim dhe masanaj pjesë e lirë. Disa bashkie kanë harruar domthon qëllimin se pse kanë hyrë në këtë lloj modelit dhe në këtë lloj shërbimit, për të përmirësuar shërbimet dhe për të ofruar shërbimet qytetarëve. Edhe te pjesa publike, edhe te pjesa domthon e lirshme duhet të ketë pastrim, duhet të ketë organizim infrastrukturës shërbimet. Edhe te pjesa e sektorit privat, në rroll parë duhet ndërtohet një infrastrukturë, sepse privatët i kërkohet që në fund sezonit të mbyllin, domthon të çmontojnë çdo gjë domthon prej asaj infrastrukturës lëvizjet. Pra, furnizimi me ujë, domthon në ato pika, furnizimi i grumbullimit të nëse ma quajmë i ujërave të zeza, parkingu, elemente shërbimit, elemente sigurisë, pra të gjitha duhet funksionojnë në formë harmonike dhe unë besoj se këtu ne vazhdojmë kemi problemin për te asaj nëse domthon një formule një viti përcakton se 30% do e kemi këtej dhe 20% e kemi këtej nga krahu tjetër. Plazhet duhet menaxhuar në formë unike, që do të thotë nga bashkitë
për sa i përket shërbimeve. Në rrallë parë domthon duhet kuptohet shërbimi për turistat dhe në kokë duhet fillojnë nga drejtoritë e turizmit dhe jo nga fundi domthon nga drejtoritë e këtyre domthon e shërbimeve apo drejtoritë e taksave dhe të ndërtohet një model që të jetë i qëndrueshëm gjithmonë në funksion të turizmit dhe në funksion të shërbimeve. Nëse nganjëherë prevalon pjesa se duhet të mbledhen të ardhura. Pastaj domthon dalim që jo normalet e bashkive domthon për të mulu kostot duhet rrisin çmimet e këta tjerat. Ne akoma nuk e kemi kuptuar, flas domthon institucionet, thelbin e organizimit të shërbimit. Formula është që duhet funksionojnë dhe bashkëpunimi i tre institucioneve bashkë me Ministrinë e Turizmit, e cila nuk mund të merret me dhënë leje për gjithë plazhet e Shqipërisë. Agjencisë Kombëtare të Bregdetit. Kuptohet kemi pastaj shërbimet e tjera që janë monitorimi i mjedisit, i higjienës, policia e tjera që duhet të integrohen, por bashkia ka motorin kryesor për të menaxhuar dhe pastaj edhe në bashkëpunim bizneseve. Pra nëse gjithë secila palë domthon ministria nxjerr një formulë në një vit, por kjo nuk është e konsultuar, bashkitë masandaj domthon nuk kanë instrumente për të kolekt përmendën një pjesë këtyre problemeve, me rojet e plazhit edhe me radhë. Duhet të ketë bashkëpunim edhe me bizneset, duhet të ketë formulë për te asaj ndamje strikte që çdo biznes duhet të ketë roje private faktikisht, domthon jo domosdoshmërisht çdo biznes, por një territor me një gjatësi kryesore plazhit domthon duhet të ketë domthon një roje dhe kjo roje mund t'i takojnë 3-4 biznese. E gjithë kjo ka nevojë për koordinim. Nëse domthon të gjithë aktorët që merren me menaxhimin e plazheve, gjithsecili mundohet të merret me pjesën e vet të përgjegjësisë, por nuk arrin ta konsiderojnë si shërbim përbashkët, ne do vazhdojmë për çdo vit. Një vit do flasim për një problem, vitin tjetër do përflasim për një problem, dhe të paktën unë që kam pas mundësi ta ndjek nga domthon gjatë 20-30 viteve, nuk më vjen mirë që t'i kthehena problemeve që janë të identifikuar qysh 20 vjet dhe ne akoma nuk gjejmë formulat për organizimin e shërbimeve. Po dy aktor kemi biznesin që kërkon të risfitimet, kemi edhe pushtetin vendor dhe qendror që vendos rregulla që të mos shkojë drejt, po themi një lloj anarkie, po e quajmë këtë lloj mënyre. Ku cedojmë? Ja, mund të zgjeroj pak më tepër, se po flasim deri tani të zgjeroj të siguria. Kemi pasur çështjen e shezlloneve, kishim vrasjen Velipoj. Kemi pasur çështjen e plazheve publike dhe private, kishim prap sherrë që ndodhnin për sa i përket vendosjes së shezlloneve. Kemi çështjen e rojeve bregdetare. Pastaj kemi parkim, nuk gjen dot parkim në qytetet bregdetare, shtuajse e pamundur. Këtu, shiko, njerëzit përplasen kur ka hapësirë për të përplasur. Nuk po jap të drejtë asnjëri, se në përplasje janë gjithë gabim. Por ka hapësirë për të përplasur kur gjërat nuk janë organizuar siç duhet. Dhe këtu kontrollori, organizatori kryesor është shteti që duhet të planifikojë dhe më pas të marrë masat për të akomoduar dhe që shërbimet të zbatohen në mënyrë siç duhet. Doja të flisja ta zgjeroja pak pjesën e sigurisë, se folën për sigurinë e Bregdetit, por nuk folën për sigurinë e ujit, që është e jashtëzakonshme, dhe në këto momente dalim prap nuk ka një rregull që të detyrueshëm për të gjithë tur editore që dalin me skafe, që njerëzit të kenë jelekun e shpëtimit të veshur gjatë gjithë kohës që janë në skafë. Dhe këto skafe ecin me shpejtësi të jashtëzakonshme, që janë shqyr zoti deri tani unë nuk di të ketë ndodhur ndonjë aksident tragjik, por këta është me ligjin e morfit, nëse diçka do shkojë gabim eventualisht do të ndodhë, dhe këta janë vetëm një aksident në pritje, sepse është e pamundur që skafi të kërcej në përdalg, edhe njerëzit të jenë pa jelek të shpëtimit, edhe mjafton të bjerë dikush të përzihet me helikat e motorit dhe iku, apo mos dinot e me radhë. Kështu që duhen vendosur rregullat gjithmonë nga shteti, cili do qoftë bashkia, qoftë qeveria vendore, kush do që ta ketë përgjegjësinë. Rëndësi ka që të vendosen rregullat, dhe jo vetëm të vendosen rregullat, por të vendoset edhe kontrolli i vazhdueshëm. Se folëm pak më parë që u vendosën hapësirat publike, u vendosën ku janë parcelat private, po pastaj duhet mbarvajtja e përditshme nga policia e bashkisë apo policia e shtetit, që shkon edhe verifikon dhe siguron që privati nuk është zgjeruar, që hapësirat janë aty ku duhet. Shembull ka qenë vjet, veçanërisht në zonën e Durrës Golem, në ato rripat e vogla publike, hidhnin çadrat, hidhnin mbeturina, i bënin të pa rehatshme,
Tani, logjika thot parcela private, kjo thot logjika, por ne nuk ishim aty që t'i vëm gishtin. Po kush mund t'i hedhi të kjo pjesë? Më shumë t'i qytetarët përqejnë pjesën publike apo private, kur shkojnë për të pushuar? Shqiptarët, sepse janë të ndara me psikologjinë e pushimeve, shqiptarët preferojnë shezllonet. Por të huajt, veçanërisht evropianët perëndimorët, janë të përzierë. Ata pjesën publike kanë të shenjtë. Bile, në Greqi, shërbimet e shezlloneve, kur e merr si parcel, je vetëm shezllonin, çfarë ke mbi këmbëzat e shezllonit, jo toka ku është shezlloni. Gjithkush mund të vijë dhe të lërë peshqirin dhe të shtrihet. Edhe nuk merr asnjë sy të shtrëmbur edhe asnjë ik. Kalovsh bukur, dëshiron ndonjë gjë për të pirë. Objektivi i këtyre shezlloneve është që të marrin të ardhurat, operatorët privat, të marrin të ardhurat nga shërbimet, jo nga mekanizmi i shezllonit në vetvete. Kjo është e gjithë koncepti dhe prandaj ne shikojmë faktikisht që kemi rrjedhje, unë e quaj rrjedhje sepse ne kemi veçanërisht jugun e Shqipërisë që preferohet shumë për pushime nga shqiptarët dhe nëse shqiptarët që preferojnë jugun e Shqipërisë ikin nga ana tjetër e kufirit, kjo quhet rrjedhje. Është ndryshe ai që ka për objektiv thotë unë do ikim me pushime jashtë vendit. Është më se normale. Por dikush që refuzon të ikin në Shqipëri sepse mungon shërbimi dhe mungon komoditeti, rehatia që të ndjeheshim mirë pritur kur shkon, sepse kjo është shumë e rëndësishme, kjo quhet rrjedhje. Dhe ne këtë kemi problem në këto momente. Këto sherret edhe me brasje, këto janë gjëra banale, kanë të bëjnë, edhe unë do të kthejmë prap kundër hyn shteti, sepse shteti është rregullator, vendosës i rregullave. Fatkeqësisht, ne aktualisht nuk kemi një platformë përgjegjësish si duhet të organizoj punën një hotel, si duhet të organizoj punën një operator shezllones, apo si duhet të bëj punën qoftë edhe një restorant, një strukturë restoranti. Është treg i lirë, sigurisht që gjithë secili bën punën e vet, por vendosen rregullat e lojës, rregullat e trajnimit. Unë mendoj se ka nevojë akute, ky vit ka ikur, ka mbaruar, po për vitin që vjen, nëse dëgjohet zëri, ka nevojë akute që të vendosen seminare në formë trajnimi të detyrueshme për menaxherët e strukturave që të marrin pjesë, që të kuptojnë se si ndërtohet, si funksionon biznesi, jo ti thot bëj biznesin kështu, por si funksionon biznesi, si organizohen marrëdhëniet me klientin, me bizneset e tjera, çfarë përgjegjësish ke si biznes ndaj vetë klientit, por edhe ndaj shtetit. Këto trajnime duhet të jenë të detyrueshme për të marrë licencën, sepse mendoj se cilësia do të rritet në mënyrë të jashtëzakonshme nëse menaxherët apo pronarët e subjekteve kur i menaxhojnë vetë marrin know-how-in, marrin idenë se si ndërtohet biznesi. Sepse këto përplasjet vijnë nga mungesa e informacionit, nga mungesa e aftësisë për të menaxhuar situatën, se nuk përplaset njëri për qef. Kur përplasen dy persona, të dy mendojnë se kanë të drejtë. Në fund të ditës edhe fatkeqësisht ka raste që ka dhe situata tragjike. E kuptoj, do vim në pjesën e dytë nderuar teleshikues, ndalemi në një hapësirë reklamash. Statistikë. Vijon bisedat nderuar teleshikues, po flasim për një statistikë të Agjencisë Europiane për Ambientin, sa i përket radhitjes për plazhet më të pastra dhe që thot ku ndodhen ujërat më të pastër në Evropë. Slovenia e para, Lituania, Qipro vijon më tej në vend të tretë, Italia në mes dhe Shqipëria në fund. 16% ujëra të pastra, pastaj vijon me ujëra të mira, mesatarisht të mira dhe ujëra më pas të këqija, le të themi. Por për cilësinë dhe pastërtinë e plazheve do flasim në këtë pjesë të dytë me të ftuarit që kam, siç ishim edhe në pjesën e parë, është Aneo Hila, kënaqësi që ju kam studio sërish, është Blerim Norja, operator turistik, gjithashtu edhe Luan Dervishej. Studionore, po e nisim së bashku, pak më herët, siç po thoja për këtë lloj statistike që ka dalë nga Agjencia Europiane për Ambientin për pastërtinë e plazheve, pse të fundit? Çfarë ndodh me ne që ndodhemi të fundit për cilësinë e plazheve? Nuk kemi gropa septike ku i derdhim ujërat e zeza, ku i hedhim plerat. Çfarë ndodh? Them drejtën, ka vite që në plazhin e Durrësit është rregulluar sistemi i kanalizimit, paktën mund të thas para më shumë se 10 vitesh, ka pas shumë hotele që ishin me gropa septike. Por problemi është që janë disa kanale që normalisht do të kenë ujëra të bardha ose ujëra të pastra, siç është Troja Gajt,
siç është kanali i Plepave, të cilët normalisht aty duhet jenë ujëra të pastra, por këto dashje pa dashje gjatë vijës që shumë fshatra që kalojnë nga shumë kilometra, aty derdhen dhe mbeturina ose ujëra të thjeshta, që këto automatikisht gjatë periudhës për shembull që mund të ketë një shi ose ketë prurje, këto derdhen automatikisht në det. Dhe Durrësi ka 2-3 probleme të tilla që normalisht pak më pas për pjesën e Durrësit, që këto ndikojnë drejt për drejt edhe në mirëmbajtjen dhe cilësinë e ujëve të thjeshtë. Pra, do të ketë një kontroll ose një monitorim të këtyre, po themi, kanaleve ekzistuese, të cilat duhet të jetë deri vetëm të ujëra të pastra ose ujëra të thjeshtë, të cilat normalisht shpeshherë dhe ndoshta përzihen. Problemi është, siç e thash, në Golem dhe Golem dhe në Plepër, që janë dy kanalet po themi më të mëdha, që normalisht nuk duhet të ketë ujëra të zeza, por duhet të jenë vetëm ujëra shiu. Dhe shpeshherë këto sjellin dhe ndotje, përveç se dhe mbeturina, që duhet mbeturina që vjen gjatë periudhës që ka prurje ose rreshi shiu. Si e sheh zot Dervishej, siç e tha edhe zoti Noria, sërish dalim tek problemi i mungesës së kontrolleve për çështjen e pastërtisë së plazheve. Ja, unë mendoj se situata nëse kam pas mundësi ta ndjek në vite, është e njëjtë nga pikpamja e sistemit menaxhimit dhe është pjesë integruar ma që unë përmenda për pjesën e problematikave të tjera të plazheve. Ne kemi miratuar ose ratifikuar një direktivë europiane për ujërat lars, pra për ujërat e plazheve që nga viti 2011 me VKM, ku aty janë përcaktuar të gjithë detyrat se çfarë duhet të bëhet, jo thjesht për monitorim, por për menaxhim, eliminimin e shkaqeve. Dhe normalisht po jap pak a shumë ajo se çfarë ka parasysh edhe VKM-ja. Në momentin kur një plazh del me parametra cilësie, pra nga monitorimi, me cilësi të keqe, në rrallë parë është detyrë pushtetit vendor e institucioneve publike të lajmërojnë dhe të marrin masa që njerëzit të mos lanë atë plazh. Kjo është hapi i parë. Veçanërisht nëse dalin në parametra të tillë, dalin 2 herë rresht, pra në 2 vite rresht, ai nuk duhet, njerëzit duhet lajmërohen që të mos lahen, elementi i parë. Pastaj dalim eliminimi i shkaqeve të ndotjes. Siç e përmendën edhe kolegë, kemi probleme të tilla në disa prej këtyre pikave të vërejtimit që dalin vazhdimisht, jo një vit, po dalin për çdo vit, janë pak a shumë të 3 kategorive. Kategoria e plazheve ku janë vendosur pranë shkarkimeve të lumeve apo të përrejve që mbledhin ujëra të ndotura, nga komunitetet që shkarkojnë në këto lume dhe plazhe. Dhe zgjidhja faqshkurt është që aty nuk duhet ketë stacion plazhi, nëse janë me ato parametra dhe nëse nuk mund të evitohet, nëse shkarkimi i ujërave të zeza vjen që nga Tirana dhe përfundon pastaj në Durrës. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë është kur kanale të tjera shkarkojnë pranë plazheve dhe ato duhet të eliminohen. Është krejtësisht, kemi rastin, tani unë nuk po e përmendi, por në njërin prej këtyre qyteteve të bregdetare është ndërtu sistemi, janë lidh kanalizimet me impjantin e ujërave të zezave, por prapë në një prej plazheve kryesore ka vazhdu ai kanali që ka shkarkon atje. Dhe vetmja gjë që ja dosh me bë bashkia është këtë kanal të ndërpresin dhe ta lidhin me pjesën tjetër të kanaleve. Pjesa e tretë është e asaj kategorive ku kemi pastaj ndotje që është pak më mikse, nëse vjen nga shkarkimet që nga ato që quhen ujëra sipërfaqësor, nga lumet, nga meturinat e tjera, nga mingarkesa plazhit, ose edhe nga shkarkimet e lokaleve ose të tjerëve në një plazh caktuar. Për gjitha këto ka zgjidhje dhe këtu dal edhe një herë të thelbi për të lidhur të dy problematikat e plazhit. Plazhet kanë nevojë, pra edhe në bazë të nëse do i referohem tani edhe një legjislacionit menaxhimit të integruar të Bregdetit, që prap ne e kemi ratifikuar legjislacion evropian, që e kemi ratifikuar edhe prej viteve, që pikërisht e trajton dhe orienton institucionet që ta konsiderojnë plazhet kudo që ndodhin
në formë të menaxhuar në formë të integrume, edhe me këtë pjesën e cilësisë të ujeve, edhe me pjesën e sigurimit, edhe me pjesën e shërbimeve. Që është një temë që do të duhet ta diskutojmë sërish, është temë e gjatë. Që secili, domethënë, pretendon që merret me atë të vetën, këto probleme, pra njësoj problemi i kësaj cilësisë të ujërave plazhit përsëritet gjatë 20 viteve, pra në pika të caktuara ti ke raportim për çdo vit, sepse nuk e eliminu shkakun e ndotjes. Zoti Ela, për ta mbyllur së bashku edhe një koment për këtë. Teknikisht ne kemi vetëm një plazh me flamur blu në Shqipëri, këtë vit që flasim. Është Palasa. Është i vetmi. Flamuri blu do të thotë plazhi i pastër, sinjalistika, gjithçka në vendin e vet. Domethënë cilësia maksimale e një plazhi dhe detit. Kështu që, por nga ana tjetër, në anën greke është plot me flamuj blu, pjesa tjetër Kroacia e Malezi ka flamuj blu sa duash. Kështu që i bie problemi jemi ne dhe jo zona. Kështu që duhet të rregulluar. Tani, problemi është kronik shumë vjetor. Dhe kjo duhet të dhënë zgjidhje, duhet ishte dhënë zgjidhje. Por ka dhe zgjidhje afatmesme, emergjente, afatmesme, afatgjata. Zgjidhjet emergjente, për shembull, sepse duhet menduar edhe jashtë kornizave standarde. Në Maldive, për shembull, sepse ata janë Marrim Shqipërinë, cila është zgjidhja emergjente? Zgjidhja një që mendoj unë, se unë nuk jam teknik nuk jam inxhinier ujrash. Duke marrë një referencë, siç e bëjnë në Maldive, ujrat, mbetjet e ujrave të zeza, të ishujve resort apo qoftë edhe të ishujve kryesor, ata e nxjerrin në det në thellësi të madhe. Cila do qoftë largësia, 500 metra, 1000 metra, i kalojnë me pompa, i rregullojnë. Afatmesme mund të jetë një riorientimi këtyre kanaleve dhe këtyre prurjeve, ku mund të riorientohen larg brigjeve, ose siç e tha dhe zoti Dervishe, që në fundit mbyllë plazhin atë zonë, sepse nuk i plotson parametrat, sepse nuk është e drejtë që ne të shohim njerëzit të smuren nga lëkura. Afatgjata që po ta fillojmë sot në afatgjata? Kolektorët patjetër duhet përpunuar para se të mbrej, edhe duhet hequr, duhet të luftuar edhe arsyeja, se arsyeja nuk është thjesht fundore në plazhe, është e gjithë rrjedha, që nga burimi e derisa mbrin në plazh, janë të gjithë fshatrat, dhe kudo ku kalon, ku derdhen inerte dhe lloj mbeturinash që ti mund të bësh çfarë të duash, po nuk patë një kolektor që të pastroj, dhe veçanërisht flasim për lumenjt këtu, se këtu kalojmë në diçka më të madhe. Në fund, ne jemi të predispozuar, ose jo të predispozuar, të destinuar të kemi ujra të papastra derisa këto të rregullohen. Që do ta vijojmë sërish të temë shumë e rëndësishme, kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kisha në këtë lidhje, zoti Noria. Kënaqësi që ju kisha zoti Dervishe edhe ju përshëndes. Faleminderit zonja dhe zotërin, bashkë mirupafshim.